Studentët shqiptar nga të gjitha trevat do të mblidhen sot në Shkup për të protestuar lidhur me mosrealizimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Protesta pritet të nisë nga ora 16:30 në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Në këtë organizim do të marrin pjesë studentët nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria dhe viste të tjera shqiptare, të cilët kërkojnë që provimi të mbahet në gjuhën shqipe. Një grup të rinj u nisën nga Tirana drejt Shkupit për t'u bashkuar protestës në shenjë solidariteti. Është shumë e rëndësishme që ne këtu në Shqipëri të japim përkrahjen tonë studentëve nëpërmjet çfarë mundësish ne kemi. Iniciativa e studentëve sot është një iniciativë e cila ka të bëjë më shumti me një çështje kombëtare sesa me një çështje provimi shkollor. Nëna Shqipëria ka për detyrë që të mbështesë çdo iniciativë dhe çdo nisëm e cila vjen për mbrojtjen e identitetit të saj. Republika e Maqedonisë së Veriut duhet ta di që ne do të na presë, do të na ketë aty gjithmonë sa herë që populli aty të ketë nevojë. Duhet të solidarizohemi të gjithë kudo që ka shqiptare, sidomos rinia, sepse për çështjet kombëtare duhet jemi që të gjithë gati. Kjo është gjëja më minimale që brezi ynë mund të bëjë dhe ne bëjmë për çështje kombëtare e para dhe e dyta sepse janë bashkëmoshatarë tanë dhe kjo është një drejtë. Sot këtu nuk janë vetëm studentë drejtësisë, një student drejtësisë një prej tyre jam unë, por sot shohim studentë edhe nga degë të tjera, të cilët e kanë indinjatën, e ndjejnë këtë gjë që po bëjnë. Një mesazh i shkurtër që unë dua t'ju drejtohem atyre, mos bëni asnjë hap pas, neve na keni mbështetje kur do herë dhe kudo. Protesta do të zhvillohet në moton bashkohuni me studentët të gjithë një, ndërsa organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe qytetare. Së bashku para urës së gurit për gjuhën tonë, thuhet në njoftimin e studentëve, ku vihet në parë rëndësia e mbrojtjes së përdorimit të gjuhës shqipe në proceset profesionale dhe institucionale. Kjo është protesta e dytë që zhvillohet për të njëjtën arsye, por institucionet përkatëse ende nuk kanë dhënë një përgjigje për kërkesën e studentëve.